Pune. Kur diagnostifikohet sot Albini me kriza, 20 vjet diagnoza është evoluar. Nga aspekti shkencor, se diagnoza kjo. Kosova ka ardhur për një gjendje, të di si ka qenë, lufte, që krejt shtetet kanë kalu. Zakonisht, mas lufte vinë generalat e marrin pushtetin. I vetmi njeri në botë që vjen pushtet dhe thot mjaft ka qenë De Gaulli. Tjerët nuk e lëshojnë. Se mendja e luftës është kjo. Mas pari kanë qenë njerëz të stresuar, si e në veri. Ikja dhe lufta. Kjo është mendja, nëse dojmë shkencërisht me spjegu krizën. Edhe unë të falenderoj për pyetje që bëbën dhe për kohën që ma ke dhënë që njerëz mos krijojnë, se s'kam unë asnjë interes me spjegue kaq thellë, por pa ditë burimin e kësaj që ashtu quajtur krizë energjetike, rroga, shkolla, ne veç mund të flasëm nga intereset vetjake, partijake e tjera. Por, kjo që për them o shkencë. Pozit erdhen të gjithë pa asë një ditë përvoj shkollë. Asë një ditë. Asë kishin parti, se edhe kur të formojsh parti, është një përvoj. Këto erdhen prej malit, prej pushka, ilë shumë pushka, dojna pushtet, dojna pozit, po qka dion si biznismen, si njeri që ka studiu, tona libra për leadership, shkaku i këtyre pasojave, si në smuje, është ardhja e njerëzve pa një dije në menaxhim në leadership. As një ditë, ti din ka kanë ardhë, edhe din krej shqiptarët. 20 vjetë nuk pat ndrime. E në veri, pasojat e në veri nuk janë 4 vjetë luftë edhe 4 vjetë pushtet. Po 50 vjetë. Koha e Titës është problem, jo që s'ka pos merita, po zgjatja e 50 vjetë. Sot, nuk mund zgjatën fenomenet 50, vetëm Kosovë ka zgjatë. E ke po në Itali, 2 vjetë, 3, s'po na shkopuna, ndrojnë. Këtu, për shkak të rrethonave dhe gabime që i bën, erdhë si krizë që ishte në Kosovë, erdhë Albin Kurti. Edhe unë mendoj, ardhi Albinit, se këto duhen me ndihsh ti, ardhi Albinit edhe Vjosa Osmanit, dhe prej sotit do ndodhë gjithçka ndryshe për të mirën e Kosovës. Prandaj, ne interes të shqiptarëve, që kjo qeveri, për 4 vjetë për krahët, sigurisht opozita ka roli, po çdo gjë që thot Albini o keq, çdo gjë që bë Vjosa o keq. Po ku ishi ju? Të Ramazani, faleminderit. Me nderë qofsh.